Besimtarët musliman në Kosovë kremtojnë Fitr Bajramin, ndërsa manifestimi qendror është mbajtur në Xhaminë e Madhe në Prishtinë. Namazi i Fitr Bajramit është falur në udhëheqjen e myftyrut të Kosovës Naim Trnava, i cili përcolli edhe mesazhet e tij të urimit për gjithë besimtarët në Kosovë. Sot është dita e Fitr Bajramit, dita e gëzimit, falënderimit dhe shpërblimit për ata që e përjetuan Ramazanin në besim dhe përkushtim. Është dita kur mëshira e Allahut shfaqet dhe zemrat mbushen me dritë e qetësi. Ramazani nuk ishte një muaj që kaloi, por një shkollë që na mësoi burimin dhe përmbajtjen dhe na mësoi afrimin te Zoti. Fitr Bajrami shënon përfundimin e muajit të shenjtë të Ramazanit dhe konsiderohet festa e faljes, solidaritetit dhe bashkimit familjar, e cila përcillet me vizita dhe urime ndërmjet besimtarëve.